با سلام دوستان عزیز و دوستداران انجمن نجات آلبانی، همچنین خانواده عزیز چشم انتظار در داخل کشور ایران. امروز نشستیم پای صحبتی درباره شکست‌های اخیر سازمان مجاهدین و افتضاحاتی که بار آوردن. ابتدا در کشور فرانسه بود که مدعی شدن 100,000 نفر آوردن برای تظاهرات و آمدن. شبی که پلیس اعلام کرد فردا خبری نیست، اومدن و فرداش با 200 تا از این هوادارهای دست دوم سومشون یک گرد خاکی خواستن برپا بکنن که پلیس جمع جورشون کرد و خلاصه یک کتکی هم این وسط رد بدل شد. حالا حرف چی بود؟ حرف این بود که اینا گفتن که بله سلطنت طلبا اومدن و این مشکلات بار آوردن و اگر سلطنت طلبا الان میخوان هسته درست کنن، نمیدونم گروه درست بکنن، ما 40 سال پیش این کارو کردیم آقا، یعنی 40 سال پیش ما مردم قتل عام کردیم. گفتن که دوباره خب خرداد و ضربه خوردن، اومدن تو تیر ماه اعلام کردن 25 تیر ماه بروشور توزیع کردن، تراک پخش کردن، تبلیغات خیلی گسترده‌ای کردن که در کشور ایتالیا این بار میخوان یک تظاهرات خیلی بزرگی رو راه بندازن. دوباره دولت ایتالیا تصمیم گرفت و از طریق پلیس اعلام کرد، گفت آقا از این خبره نیست، جمع کنید. باز هم بور و کور شد آنکه به خانواده ها خیانت کرد، آنکه وطن رو فروخت، یعنی رجوی. همین جا بود که خلاصه با تمام وجودم ایمان آوردم به بحثی که کارما بالاخره یقه خواهد گرفت و گرفت. آه مادران، ناله پدران و اشک حسرت برادران و خواهرانی که از بچگی الان دیگه بزرگ شدن و در سنین 40-50 سالگی هستن، بالاخره داره میگیره، یقه رجوی رو داره میگیره، طوری میگیره که دیگه منفوریت رسیده. حتی تظاهراتی که قبلا اروپا استقبال میکرد اینا برگزار بکنن رو جلوگیری میکنن. خیلی ممنونم که گوش کردید و در ادامه آقای آلدو سولولاری رئیس انجمن نجات با شما صحبت خواهند کرد. خدا نگهدارتون. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Aldo Sulolari, kryetari i shoqatës Nexhat Albania, e cila operaron në kuadër të integrimit të komuniteteve të huaja në Shqipëri, përkatësisht komunitetit iranian, të cilët në fakt janë të dezertuar nga kampi terrorist Mujahedin. Unë do doja që sot të flisja për një temë shumë të veçantë, për të ndarë me ju dhe për demonstruar një aleancë të fuqishme që ka patur organizata Mujahedin më parë me aleate të ndryshme të vendit të Bashkimit Evropian dhe vendeve të cilat ka patur bashkëpunime për të folur për të drejtat e antarëve të tyre, por që nuk ka funksionuar për shumë klauzola, duke qenë se nuk kanë krijuar infrastrukturën e duhur për të zhvilluar demokracinë që ata pretendojnë se e kanë. Organizata Mujahedin e ka ofruar premtime të shumta për të gjithë antarët e tyre që kur ata kanë qenë në Iran edhe më pas në zhvendosje në kampin Liberty në Irak dhe zhvendosja e tyre në Shqipëri me miratimin e qeverisë të zotit Berisha, ish-kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, bëri që të kishin një vend strehimi në zonën e Manzës në qytetin e Durrësit këtu në Shqipëri, ku u identifikua në fakt dhe shumë shkelje të drejtave të njerëzit. Por ajo që është më kryesorja që un kam mundur të identifikoj edhe të kem komunikim, kanë qenë lidhje të drejtë për drejta të antarëve të cilët janë dezertuar nga kjo organizatë dhe që prej më shumë se 30 vitesh nuk kanë mundur dot të komunikojnë me familjet e tyre, nuk kanë mundur dot të kenë një jetë të lirë dhe sipas tyre kanë patur një ideologji të shtypur për çdo mendim të tyre të jenë në gatishmëri të kësaj organizate, për mos patur familje, për mos komunikuar me familjen e tyre që ndodhen në shtetin e Iranit, apo dhe shumë shkelje të tjera të lirive të mendimit dhe dëshirave të tyre personale. Duke marrë shkas nga ngjarja e fundit, ku Italia ka anuluar demonstratën e organizatës të Mujahedinëve të popullit, ku organizata e Mekut kishte njoftuar me një fushat të gjerë propagandistike se do të organizonte një demonstratë të madhe në shtetin italian. Në fakt, broshurat ishin shpërndarë dhe ishin bërë të gjitha përgatitjet. Por një ditë para zhvillimit të saj, autoritetet italiane vendosin që ta anulojnë këtë aktivitet. Kujtojmë se javë më parë, jo shumë javë më parë, në shtetin e Francës ka ndodhur e njëjta gjë, ku organizata Mujahedin e pretendonte se do të krijonte një demonstrat në Francë dhe do të kishte edhe aktivistë të shumët të cilët do të ishin pjesë e kësaj demonstrate për të folur për lirinë. Po
sa shumë shkelje ka bërë organizata Mujahedin dhe kush janë këta persona të cilët duhet flasin për lirin ku ata vetë kanë bërë të mundur që të izolojnë këta antarë dhe mos i lejojnë të jetojnë të lirë. E për të rikthyer përsëri në alternativën e parë, ky nuk është rasti i parë ashtu siç e theksova, sepse dhe në Francë një aktivitet i ngjashëm është anuluar po prapë nga autoritetet shtetërore. Pas këtij vendimi, drejtuesja e organizatës së Mekut, Mariam Rajavi, së bashku me disa përfaqësues organizatës nga vende të tjera të ndryshme kanë zhvilluar një sallë të vogël, një tubim të madh që ishte paralajmëruar por nuk kanë mundur ta bëjnë. Sipas këtij këndvështrimi, gjithnjë dhe më shumë vende europiane po tregojnë shumë kujdes dhe vigjilencë ndaj organizimit të aktiviteteve të mëdha të organizuara nga kjo organizatë. Shumë familje në Iran vazhdojnë që të thonë se jetojnë prej vitesh larg njerëzve të tyre të afërt dhe kanë nëna që presin të takojnë fëmijët e tyre që sipas pretendimeve të tyre nuk kanë patur mundësi të komunikojnë as me telefon dhe as me letra. Për këtë arsye, disa e kanë mirëpritur vendimin e autoriteteve italiane dhe shpresojnë që të ketë kufizime të ngjashme dhe të vazhdojnë dhe në të ardhmen për aleatët e tjerë të kësaj organizate. Në lidhje me këtë situatë, do doja që të kishit dhe ju komentin tuaj në këtë video për të parë nëse ju keni informacion rreth parë për këtë organizatë që ndodhet në Shqipëri, apo dhe se çfarë mendimi keni për mbështetësit e tyre dhe se si mund të procedohet për këta antar për të marrë sugjerimet tuaja si qytetar, si mendoni se si mund të krijohet një urë komunikimi efikase për antarët që ndodhen në këtë organizatë me familjet e tyre. Me respekt, Aldus Sullolari.